E rëndë në Itali. Shqiptarja masakrohet me thik në mes të qytetit nga ish bashkëshorti. Një tjetër ngjarje tronditse ka goditur Italinë. Një grua 45 vjeçare me origjinë shqiptare e quajtur Gentiana Hudhra është vrarë brutalisht me thik të shtunën pasdite në qytetin e vogël Tolentino pranë Maceratës. Sulmi ndodhi në mënyrë të papritur në një nga zonat më të populluara të qytetit, në rrugën Viale Benaduci, ku gruaja u godit disa herë me një thik kuzhine para syve të kalimtarëve të tronditur. Autori dyshuar i krimit është ish burri i saj, një 55 vjeçar, gjithashtu me origjinë shqiptare, i cili nuk tentoi të arratisej pas sulmit. Ai u gjet nga karabinierët i ulur në një stol pranë vendngjarjes në gjendje të hutuar dhe pa rezistuar arrestimit. Ngjarja ndodhi në orët e vona të pasdites në një zonë të frekuentuar nga qytetarët. Dëshmitarët okular tregojnë se gjithçka ndodhi në pak sekonda. Gruaja u qellua në trotuar me disa goditje thike dhe pavarësisht britmave të saj dhe reagimit të menjëhershëm të kalimtarëve, ndihma mjekësore nuk mundi të bëjë asgjë për ta shpëtuar jetën e saj. Shërbimet e emergjencës konfirmuan vdekje në vend, ndërsa policia nisi menjëherë hetimet për të zbardhur dinamikën e plotë të krimit. Viktima kishte jetuar prej disa vitesh në Tolentino dhe ishte nën e 2 fëmijëve të rritur, 21 dhe 23 vjeç, që i kishte nga martesa me autorin e dyshuar. Çifti ishte ndarë prej 3 vitesh dhe deri më tani nuk janë raportuar episode të mëparshme dhune apo kërcënimesh. Autoritetet po marrin në pyetje anëtar të familjes dhe persona të njohur për të kuptuar më mirë marrëdhënien mes çiftit dhe nëse kishte shenja paralajmëruese që janë neglizhuar. Sipas burimeve paraprake, 55 vjeçari dyshohet se ka pasur çrregullime të natyrës psikike. Megjithatë, ai nuk ka bërë rezistencë gjatë arrestimit dhe aktualisht ndodhet në paraburgim, ndërsa priten vlerësimet mjekoligjore dhe hetimet për gjendjen e tij mendore. Ngjarja ka tronditur komunitetin vendas dhe ka nxitur reagime të forta në mediat italiane, si edhe në komunitetin shqiptar në rajon, duke rihapur debatin mbi dhunën ndaj grave dhe nevojën për masa parandaluese më efikase.